Përshëndetje të nderuar shikues të televizionit Shenja, jemi me specialën e radhës, të cilën kemi vendosur që t'ja kushtojmë ligjit për arsim të lartë. Për të diskutuar për këtë temë me mua e kam Besfort Idrizin, dekani Fakulteteve të Arteve Dramatike. Përshëndetje Besfort dhe faleminderit që pranuat jeni me ne. Përshëndetje dhe mirë se erdhe këtu në fakultetin tonë. Besfort, a mund të na tregoni pse ky ligj është kaq problematik, se ka shumë kritik për këtë ligj? Po, së pari, ky ligj para se të fillojmë dhe të flasim për problemet që i sjell ky ligj, ose ndoshta më mirë disa sfida me cilat po ballafaqohemi rreth këtij ligji, mendoj që është udhës që të them se nevoja për një ligj të ri sigurisht që ekzistonte. Sigurisht që ekzistonte edhe nevoja për një ligj që do ishte më i mirë se ligji aktual, sepse edhe me ligjin aktual ne vetëm kemi dhe ballafaqohemi në përditshmërinë tonë, në punën tonë, me shumë sfida të cilat dalin për arsye të ndryshme ose më saktësisht për shkak të disa neneve që janë problematike, sidomos për ne si Fakulteti i Arteve. Dhe kështu që nevoja për një ligj të ri është evidente dhe një ligj i ri do ishte i mirëpritur. Mandej ky propozim ligj sigurisht që nuk është i tëri problematik. Por dhe veç asaj ka edhe gjëra që janë gjëra pozitive, gjëra të mira në këtë propozim ligj. Por megjithatë mbeten disa gjëra të cilat janë problematike në rast se mbeten si të tilla. Edhe në përfundim, edhe kur të sillet ky ligj, në rast se mbeten të tilla, atëherë do ishte vërtet problem dhe do të cënohej kryesisht autonomia në përgjithësi e gjitha universiteteve dhe gjitha fakulteteve, ose në përgjithësi autonomia e arsimit të lartë në vend. Dhe tani kryesisht ato vërejtje që ne i kemi, qoftë ne si Fakulteti i Arteve Dramatike, sepse ne këtu në momentin kur u publikua ligji, propozim ligjin në vërtet, patëm një afat mjaft shkurt për vetëm disa ditësh që të mund të dilnim me propozimet tona dhe sugjerimet tona rreth këtij propozim ligji. Ne bëm një grup pune që u mor në mënyrë të detajuar me këtë ligj, në mënyrë shumë studimore me këtë ligj, edhe pse ne nuk jemi fakultet i juridikut, por megjithatë ka problematika të cilat dim të lexojmë, dim se çfarë na duhet dhe cilat janë nevojat tona. Kështu që u morëm me këtë dhe dërguam gjitha propozimet tona deri në universitet dhe mandej ato të njëjta shkuan edhe në ministri. Tani në mesin e atyre mund të, sepse aty ka shumë realisht, po mund të grupohen në disa pika. E para është autonomia. Dhe ato që e ceka më parë. Pra, autonomia me këtë ligj na cënohet në disa mënyra, dhe atë cënohet së pari autonomia në përgjithësi, mandej autonomia kadrovike, autonomia financiare e kështu me radhë. Dhe kjo është një problem që haset çdo kund dhe është një problem i përgjithshëm. Nësa kur vim te problemet tona si fakultet, si specifik e jona, vim te problemet ku gjërat të cilat parashihen në ligj janë kryesisht gjërat që mund të aplikohen në shkenca dhe ato kryesisht në shkencat natyrore, pra jo në gjitha shkencat, sidomos jo në humanistik të themi, në shkencat humanitare. Dhe ku bëjmë pjesë edhe ne si arte, aq më tepër kur vjen puna për specifikat tona si Fakulteti i Arteve, ku ne ballafaqohemi me shumë probleme në një sër të neneve të ndryshme në këtë ligj. Të jemi pak më konkret Besfort, se e tham që nevoja është patjetër të kemi ligj të ri, por në cilën pjesë juve si fakultet për shembull u shkakton më shumë ti probleme? Do thotë, siç e thash, është autonomia e para. Ne nuk kemi përmes këtij ligji, ne nuk kemi autonomi të plot financiare. Nga ana tjetër nuk kemi autonomi në aspektin kadrovik, pra ne sipas këtij ligji ne mundemi vetëm të paraqesim kërkesat tona për punësime të reja, madje edhe për ruajtjet atyre vendeve të punës që vetëm i kemi në rast se ndonjë nga punonjësit në fakultetin tonë shkon në pension ose për arsye të ndryshme e ndërpren vendin e tij të punës. Marrëdhënia e tij në punë në fakultet. Dhe edhe në ato raste ne duhet
çojmë kërkesë deri në ministri për arsim dhe shkencë, mandej ajo kërkesë të vazhdojë në Ministrinë e Financave dhe në fund të presim përgjigje dhe miratim nga ana e Ministrisë për Financë. Gjë që ka qenë realisht edhe me këtë ligj aktual cilin e kemi, dhe gjë nga e cila na dalin shumë probleme, sidomos në mbarvajtjen e procesit arsimor, sepse ballafaqohemi ne personalisht në këtë moment kemi nevojë për diku rreth 10 vende pune për profesor dhe asistent. Brenda 2 viteve këto nevoja do na dyfishohen, dhe kjo për arsye të pensionimit të një numër të madh të profesorëve, dhe këtu pa e bërë llogari mundësinë se ndonjë nga profesorët do mund ta zëm shpërngulet, ndonjë tjetër mund të mos dojë të punojë këtu, të shkojë të punojë në tjetër vend e kështu me radhë. Dhe për gjitha këto ne veç më ngjecim me atë tempon e punësimit të kuadrove të reja, aq më tepër që tani do duhet të vazhdojmë në po të njëjtën mënyrë dhe të mos kemi një autonomi të plotë aty që me të paktën me çdo mbyllje të një vendi të punës të mundemi ta vazhdojmë atë të mos e mbyllim përgjithmonë. Me një fjalë bie që sipas ligjit të funksiononi si institucion administrativ. Po rregullat janë të njëjta realisht. Dhe këto rregulla vlen sigurisht vetëm për universitetet dhe fakultetet që janë publike, për privatat gjejnë mënyra për ta anashkaluar këtë problem. Ndërsa ne mbetemi të varur nga vullneti ose nga mundësitë e Ministrisë për Financa, që jo gjithmonë na përshtaten dhe janë në vijim me mundësitë tona dhe kërkesat tona. Besfort, a është qëllimi ndoshta i këtij ligji të mbyll disa drejtime fakultative ose disa fakultete ndoshta? Tani një qëllim të tillë nuk e di, do duhet spekuloj që them që po ka një qëllim të tillë. Por nga ana tjetër ka nene të tilla të cilat e mundsojnë këtë gjë. Për shembull, është neni, ja këtu e kam një prej neneve që flet pikrisht dhe që e cenon autonominë që thash, është neni 61, ku thuhet që ndryshime statutore mund të bëhen me kërkesë apo me parashtresë nga ana e Ministrisë për Arsim dhe Shkencë dhe mandej të sillen ato në kuvend, sepse në rastin ton kuvendi është themeluesi i universitetit. Pra këtu veç më në një farë mënyrë Ministria e Arsimit dhe Shkencës fut dorën direkt në funksionimin e arsimit të lartë dhe sigurisht me ndryshim të statutit të universiteteve, të fakulteteve kështu me radhë, në rast se Ministria ka drejt ta bëjë këtë gjë, atëherë sigurisht që do mund të ketë drejt edhe të fuzionojë fakultete, edhe të mbyllë fakultete kështu me radhë. Dhe mandej më poshtë në të njëjtin ne thuhet që mund të mbyllet një institucion i arsimit të lartë dhe tregon se si mund mbyllet, por nga ana tjetër nuk ka kritere të qarta dhe të sakta për atë se kur një institucion i tillë do mund të mbyllet. Pra lihet një hapësirë e gjerë për interpretime të ndryshme për atë se kur vendoset që një institucion i arsimit të lartë mbyllet. Një nga problematika që po diskutohet shumë është çështja e H-indeksit. Besfort, çka është H-indeksi dhe pse është kaq problematike? H-indeksi në esencë është një matje përmes disa formulave matematikore që bëhet për atë se sa një profesor, një individ ka publikuar punime shkencore dhe mandej sa ato punime shkencore të njëjtat janë cituar sigurisht në revista shkencore dhe sa prej tyre janë cituar nga punime tjera e kështu me radhë dhe kjo për disa vite të caktuar. Që në esencë është në rregull, por edhe këtu nuk është e definuar mirë, sepse ka mënyra të ndryshme të sparit, të përcaktimit dhe të kalkulimit të H-indeksit nga një anë dhe nga ana tjetër ai
citimi dhe ai numri përfundimtar që merret në H-index bën dallime të mëdha nga fusha dhe lëmi të ndryshme. Pra, nëse një indeks llogaritet indeksi i lartë, themi, në një shkencë, në shkencë tjetër ai indeks do të ishte indeksi i ulët. E kështu me radhë. Pra, flasim për tematika që nuk mund, ose për një spektër gjëra që nuk mund ta fusim vetëm në një fjali. Dhe tani problemet këtu dalin për arsye se, siç thash, nga njëra anë ka lëmi të ndryshme, ka shkenca ndryshme ku kriteret janë ndryshme, dhe nga ana tjetër ne si fakultet i artit të ne vetëm për disa prej profesorëve tanë H-indeksi mund të jetë me rëndësi. Për ata profesorë cilët merren me shkencën e teatrit ose filmit, themi. Ndërsa ata cilët merren me filmologji ose teatrologji. Ndërsa për pjesën ndërmuese të fakultetit tonë, H-indeksi është i parëndësishëm, madje edhe i pa aplikueshëm, do thoya sepse pjesa dërmuese e profesorëve tanë nuk merren me shkencë, merren me art. Dhe përderisa ata merren me art, ata nuk janë të obliguar të publikojnë studime shkencore, sepse bëjnë vepra arti. Dhe veprat e tyre të artit janë ato të cilat e sigurojnë, themi, atë status të tyre cilën e kanë, ose renomen e tyre artistike cilën e kanë me vetë. E jo studimet e këtilla. A rrezikojnë profesorët të humbin vendet e punës, ndoshta nga ky H-indeks ose nga kjo kërkesë? Vendet e punës nuk rrezikojnë të humbin, por rrezikojnë që të mos avancohen. Dhe aq më tepër në rast se ky propozim ligj mbetet i tillë dhe sillet si ligj, atëherë vështirësinë ose barrën më të madhe do ta kenë ata të cilët tek do duhet vinë dhe të bëjmë pjesë e stafit ton akademik. Sepse kryesisht për ata do vlejnë këto kritere të reja që cilat janë më rigoroze se ato të mëparshme. Besfort u diskutua shumë në opinion pjesëmarrja e profesorëve shqiptar në krijimin ose në përpilimin e këtij propozim ligji. A kanë marrë pjesë, a ke informacione si qëndron e vërteta, kanë marrë ose jo profesorët shqiptar pjesë në përpilimin e këtij ligji? Unë e di që ka pas profesorë që kanë marrë pjesë në projektimin e këtij propozim ligji, në përpilimin e tij, por se kush kanë qenë ata nuk e di sakt, nuk e di nëse ka pasur shqiptar ose jo. Flitet për një numër rreth 40 profesorë që kanë qenë, por emrat e atyre nuk i dim. Di disa individ që kanë qenë të përfshirë aty, nga të cilët individ edhe ne nga fakulteti ynë kemi pasur një përfaqësues tonin, por nga ana tjetër e di edhe atë që gjithë ata individ për cilët e di që kanë qenë të kyçur në këtë proces, të gjithë ata flasin që gjatë përpilimit të ligjit dhe ai ligj përfundimtar i cili është përpiluar nuk është i njëjti me këtë propozim ligj që është publikuar. Kështu që në ndërkohë dikund nëpër ato procedura derisa ka dalë ligji në publik, janë bërë një sër ndryshimesh. Dhe çfarë ka ndodhur në ndërkohë nuk e di, mund vetëm të spekuloj. A është e drejtë praktika që parashihet në këtë ligj, shembull transferimi profesorëve nga një fakultet në tjetrin dhe fuzionimi i tyre? Sipas juve gjithmonë. Mund të jetë e drejtë, mund të mos jetë e drejtë. Prandaj edhe thash më parë, duhet të shohim kriteret, cilat janë ato kriteret, cilat mbas cilave ne do mund vim deri në një praks të këtillë. E di që ka fakultete, tani për fakultetin ton, jo në fakultet ku studion Fakulteti Arteve Dramatike, realisht kemi një në Shkup, një në Tetov si publik dhe është edhe një fakultet privat në Maqedoni. Kështu që nuk është që kemi shumë fakultete përsa u përket arteve. Po nga ana tjetër e di që për lëmi të ndryshme ka edhe mbi 20-30 fakultete ku studiohet po e njëjta gjë. Kështu që me siguri që
kur ballafaqohemi me një numër kaq të madh të fakulteteve, me siguri që ka gjasa dhe madje ndoshta edhe do ishte arsyeshme që të flitet dhe të mendohet për fuzionime, për gjëra të tilla, por sigurisht që këto fuzionime nuk mund bëhen vetëm sipas ashtu thënë qefit të ndokujt, po ato duhet bëhen sipas një studimi, sipas kritereve të sakta e kështu me radhë. E fundit, Besfort, gjithmonë, gjithkush ka kritika. Megjithatë, a mendoni se para se të sillet ky ligj duhet të merren parasysh kritikat dhe çka nëse Ministria e Arsimit e sjell ligjin dhe e miraton të njëjtin pa i marrë për bazë kritikat që janë dhënë? Tani sigurisht që duhet të merren parasysh gjitha vërejtjet, gjitha sugjerimet që janë, gjitha kritikat që bëhen, sepse në fundit gjitha kritikat që ne i kemi bërë janë kritika konstruktive. Do thotë, unë kam këtu vetëm diçka të sublimuar, por në esencë ne kemi dërguar një dokument voluminos ku për çdo nen ku kemi pasur ndonjë vërejtje kemi shënuar dhe e kemi argumentuar dhe arsyetuar se pse është ajo vërejtje dhe pse mendojmë që duhet gjetë ndryshe. Dhe gjithë përpjekja jonë është për të bërë një ligj sa më të mirë dhe një ligj që do haste deri në një pranim i gjerë nga ana e fakulteteve dhe stafit akademik dhe studentëve në përgjithësi, por po ashtu edhe një ligj i cili mandej nuk do na sillte kokëdhimbje më të mëdha se sa ky ligj aktual, po përkundrazi, të paktën një ligj i cili do na leksionte punën më tepër dhe një ligj i të cilin nuk do duheshim ne mandej gjejmë mënyra si ta anashkalojmë, po përkundrazi, tjetë një ligj që do ta mbrojmë mandej edhe ne si njerëz të cilët ballafaqohemi me atë ligj në jetën tonë përditshme, në punën tonë përditshme. Dhe nëse një gjë e tillë nuk bëhet, nëse anashkalohen gjitha sugjerimet dhe vërejtjet tona, atëherë sigurisht që një ligj i tillë, qoftë edhe nëse sillen në mënyrë autokratike, them, dhe pa e dëgjuar zërin e atyre që ballafaqohen me atë ligj, nga njëra nuk mund pritet që ai ligj do gjejë zbatim në praktikë, dhe nga ana tjetër sigurisht që do ketë edhe paknatësi, do ketë edhe mënyra tjera demokratike për ta shprehur vullnetin e qytetarëve, vullnetin e studentëve, stafit akademik dhe përgjet mënyra tjera mandej për ta përmirësuar këtë ligj. Cilat do jenë ato mënyra nuk e di, duhet të shohim, por sigurisht që do ketë mënyra dhe do mund të presim reagime demokratike në rast se vjen deri aty. Por nuk besoj që do vi deri aty. Faleminderit shumë. Faleminderit edhe ju. Ishte kjo intervista e plot me dekanin e arteve dramatike. Ju vazhdoni të ndiqni televizionin Shenja.